që është muji i paqes, muji i mirësisë, muji i begatis, muji i rahmetit, muji i shumë të mira që i e besimtarit, ky muji i madhrueshëm. Prandaj, ja lëm fjalën ta ligjeroj, ta shpjegoj dashurinë e këtij muji të madhrueshëm të dashurit Veshat Efendiut nga Fetolla, që është referenti dhe krye imam i gjallë i Bashkisë Islamit në Fetolla. Dhe të rëndoj. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Desert dashur para se të mundohen të them disa fjalë, e nderin që në emër të hoxhallarëve prezent t'ja urrej, t'ja bëj për hajër muajin e madh të Ramazanit, duke ju lutur Allahut Dhul Jalal që në këtë muaj vullnetin, dëshiran, ashtun të nashtoj për ibadet, për mirësi, për afrim mes njerëzve dhe për afrim sa ma urgjent te Allahu Dhul Jalal. Në emër të imamit të xhamisë dhe të mexhlisit të xhamisë, ne sonde jemi në mesin tuaj. Jo për të thënë diçka që më dëshiroj të herë, por vetëm për të thënë, për të dhënë një zjarë të vazhdor dhe për t'i përsërit çato fjalë që predikuesit e fesë, hoxhallarët, gjithmonë i kam përsërit dhe gjithmonë ja u kam përsjell besimtarëve dres mbas dresi. Të dashur besimtar, më dha rasti që sonde të prezentoj para ju këtu, por mos mendoni se unë jam borës shumë i madh, dhe prandaj më kanë dhënë fjalën më, por vetëm më kanë dhënë një tre, si pak më i mëshuar të tjerë. Ne gjendemi në muajin e Ramazanit. Nuk është mirë. Ky muaj që na për dallim për krejt muajve të tjerë, më të predum, më të prenderojnë, me të drejtë më të respektojnë, është muaj më i
si atill kimuj nga rëndësia që e ka vetë Allahu Dhul Gjelal një 12 emra ja ka dhënë. E ka cilësuar me 12 emra. Aq sa muj ka viti. Që jetë të kuptohet se punë të mira gjatë këtij muj i shlin, i falin gabimet, mëkatet e 11 mujve të parë. Por dy emra të këtij muj janë më karakteristik. E ato janë emri i këtij mujt Ramadan dhe emri i këtij mujt muj i Kur'anit. Unë pasi që takova imamin ati, te Kur'ani fjalë gjallë, kushtetut e pashteshme, fjalë të cilët mund t'ja shkon asnjë fjalë tjetër, udhëzim deri në ditën e gjykimit, unë çati pak do të lidhem duke respektu kohën, mbasi që ki tubim i sonshëm është parapasi tubim i hapur, ku besimtarët kanë të drejtë të komunikojnë me të Allah që kanë këtu për me spirqë. Kuptimi i fjalës Ramazan, një nga kuptimet e shumta e ka edhe këtë kuptim. Thunë dietarët, Ramaz është nxehtësi e madhe, nxehtësi e jashtëzakonshme. Ashtu nxehtësi e cila ka mundësi të shkrinjë gur e drum. Kuptimi është se undësia e besimtarit dhe etja e tij gjatë agjërimit, thamja e buzëve e krejt ato vështërsi që ka agjërimi, simbolizojnë këtë flak të madhe që shkrijnë guret. Ana sjelltas jep të kuptohet se punë të mira dhe agjërimi në këtë mënyrë i shlin, i shkërin, i djegin të gjitha mëkatet, të gjitha gjunahet e besimtarit që i ka bërë përpara. Prandaj Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai besimtar që i dha Zoti rusat, i dha afat të mbrije këtë muj, dhe ai nuk e shfrytëzoi që të bëhet magfiret, t'i falen gjunahet, përfitoj mëshirën rahmetin e Zotit, përfitoj ndihmën e Zotit, e ban me piketje kur do të kese ma rastin që t'i falen gjunahet atij, veçanërisht kur dihet se e gjeli apo vdekja për ne janë gajb të padijshme dhe njeriu nuk e din se ku e pret ajo. Kuptimi i dytë i këtij muaji është që ky muaj shquhet si muaj i Kur'anit. Nuk e kam ndërmend të flas gjëra e gjatë për Kur'an. Vetëm të ndalem në dy aspekte kryesore, që t'ja u qeli dirë t'ju. Çka fitoj besimtari, muslimani me Kur'anin, çka humbi pa Kur'anin, dhe çka fitoj bota tjetër
bota jo besimtare me Kur'an. Madje për të qenë në korrespondencë, në komunikim me të rinj, sepse atyre dhe u kushtohet. Allahu tha, muaj i Ramazanit është muaj në të cilën zbriti Kur'ani, hidajet, udhëzim për njerëzim. Këtu në këtë vend, Allahu Dhul Gjelal krejt njerëzis. Ja u bani me dije që unë ju zbres një libër fenomenal në të cilin do të gjenje udhëzimin nëse e donë. Çdo një beni Adem, çdo një njeri që ka prejardin gjenezën nga Ademi a.s. Ato gjithë njerëzit e kemi gjenezën prej ati prejardin. Dhe ja u bani me dije se ky libër është ai që ju do të gjeni veten në ta. Ky libër, edhe se shpallet në gjuhën arabe, por do t'jetë aq i ëmbël, saqë nuk do t'ja shërbon veshin asnjë njeriu pa marrë parasysh çfarë gjuhë flet. Do t'jetë një libër i cili do t'i pajtoj njerëzit rreth një fjalë. Do t'jetë një libër i cili asesi nuk vjen ndesh, nuk vjen kundërshtim, nuk i vjen njerit afsh prej mësimeve të tij. Dhe nderuar ti premtimi të Allahut Dhul Gjelal, në besimin islam, në ummetin islam, bojnë pjesë të 4 raset njerëzore, rase e bërë, rase e qetë, rase e verë dhe rase e kushtë. Para sa gjallet Allahut Dhul Gjelal, nuk ka kombë në botë që nuk ka prej ati kombë pjesëtar të islam. Ishtë një aspekt. Aspekti tjetër, po Allahu Dhul Gjelal e përmend Kur'anin udhërrëfies. Kur'anin hidajet është në bazë të Kur'anit, që ati në fillim surës Bekare, që ati të Elif Lam, dhalike l-kitabu la rejbe fi huden lil muttaqin. Kja është pa dyshim libër i zbritur nga Allahu Dhul Gjelal, është udhërrëfies për muslimanët, për tagvaxhinët, për ata që e pranuan besimin islam. Këtu ma bëhet fjalë për ummetin islam. Me këtë grup që e pranuan fjalën e Allahut Dhul Gjelal, fen islame, u realizua diçka tjetër. U realizua premtimi i Allahut prapë dhënë në Kur'an, Estaizu billah, bismillah, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ishi u band jeni ummet, grup, popull më i mirë që ka dalë në faqen e tokës. Pse më i mirë? A thua se ma pasanik? A thua se me pushtet? A thua se me bukuri? A thua se me jasmin të lartë? Jo. Vetëm me të cilësi. Ishit ata që urdhëronin
qelet rrugët e të mirës, rrugët e drejtësisë, dhe ishit ata që i mblidhët rrugët e të keqës. Me këtë premtim të Allahut Dhul Gjelal, besimtarët e parë, qëto me keli, të cilët sot gjatë ditës pinin të një burë raki. Sot gjatë ditës dhunonin femër. Sot gjatë ditës vritnin rob e fukara. Sot gjatë ditës i varosnin e vajzat e tyre femër. Gjatë një dite, kur erdhë urdhni Allahut Dhul Gjelal, qaj petun, qaj arab, në mbrëmje, shkojte Muhamedi alayhi salatu vesselam dhe tha tregon ç'është kjo feja jote. Kur Muhammed Mustafa ja tregoi ç'kia është e programi i kësaj feje, po ç'ki bedun, po ç'ki xhahid, po ç'ki zullumçar, po ç'ki mizor, në mëngjes dilte komandant. Në mëngjes dilte njeri më i morash. Në mëngjes dilte njeri sikur me sos për udhënimet fakultetin në Universitetin e Cambridge-it apo të Sorbonës. Ky ishte ndikimi drejt për drejt i Kuranit të besimtarët e parë. Çka u bën me këto njerëz? Në realitet çka bën këto njerëz me ndikimin e Kuranit Azimshah? Ta bën shumë punë, po t'i përmendi vetëm disa. Spari një herë i liruan të shtypët, i barazuan klasat njerëzore. Së gjithi ngritën shtetë. Ngritën asi shteti, sa që i pari i tyre nuk ishte rezidencë. Nuk ishte rezidencë prezidenciale, nuk ishte palate. Plente që kemi një kolive paritar hiqë. Mirë po ç'ki president, për një kohë shumë të shkurt, i shimi 3 perandori, 3 imperi më të mëdhaja të asaj kohe, e që ishi. Perandoria persiane, perandoria egjiptase dhe perandoria bizantine që shtrëngeshin në viset e Turqisë. Mana tanë çka banë? Kaluan për një kohë në Evropë, e pushtuan Spanja, ngritën universitetet e para në tokat evropiane, ja u qelën dyert dhe mundësi të arsimit të gjithëve që dojshin të mësojnë, e jo ashtu si që bëjnë këta tanët me ne. Dhe mundësuan që e tërë filozofia e vjetër greke, e përpunuar për shkencëtarëve musliman, të mbrijnë në Evropë, të brumoset me brumin islam dhe t'ja qele dyert në shekullin e 15 humanizmit dhe renesansës. Të dritë duhet të dinë se humanizmi dhe renesansa nuk është pjell e trunit evropian, por është pjell e trunit islam. Këta janë të vërteta shkencore. Janë të vërteta që gjenden në libra të vërteta nga autor autoritativ. Ma të që ka banë? I vunë themelet e para në shkencë. Në matematikë, në fizikë, në kimi, në astronomi e gjithë mund tjetër. Por çka bën të Zilia, çka bën të Hasedi, vetëm një shembull. Ibn Hayami, shkrimtar me famë botërore dhe
gëvimin kalendarin, I cili në 5500 vjet gabon vetëm një ditë. Ky është shekulli I 9. Në 5500 vjet gabon një ditë. Gregoriani në shekullin e 15 bën kalendarin, në 3330 vjet gabon 14 ditë. Por haseti, xhelozia, se këtë e ka bën muslimani edhe pse është më I mirë, e futin në përdorim kalendarin e Gregorianit. Kështu kanë qenë këto. Kjo ishte pak çka fituan muslimanët. E dita çka fituan të krishterët. Se dhe ati ishte premtimi Allahu Dhul Xhelal, u delnin nas, u dhërëfis për njerëzim, nuk përmend cilës fe I takon, nuk përmend cilit komp I takon. Është I sjellja që ri, Kurani kush e merr, kush e don e lexon gjen aty çka don të gjejë. Popujt jo musliman, në korrespondencë me Kur'anin, kishin dy qëndrime. Ishtë ati qëndrimi I lakmis, çfarë libri është ti? Ja kishin dhe ja kanë lakmin. Dhe kanë qëndrimin e hasedit dhe xhelozisë. Pse këtë libër të kjenë musliman? Qëndrimi permanent I botës jo islame, prej se ka zbrit Kurani edhe sot, edhe tje deri në kiamet është kej. Është shumë I mirë, por pse ta kjenë musliman? Me gjithë ata, me gjithë këtë zili, me gjithë këtë armiqësi, ata nuk e hudhen, nuk e shpadhen reakcionar. Por e murën e futën në bibliotekat e tyre. E përkthyin me 100 herë. Paret këntone kanë vaglest. Përkthyin me 100 herë. E futën si lanë të mësohet të gjitha katretat e universiteteve më të mëdhaja botërore. Mësohet edhe sot e kësaj ditë. Dhe murën prej ati, që ajo që ka u desh të marë, ajo që u ban të mirë atyre, dhe më në fund t'ja vishin nërmin se kja është e zbulim I këti apo I qati. Ki është qëndrimi jo musliman. Qka është qëndrimi I muslimanëve sot? Dhe pak para nesh. Qëndrimi I muslimanëve sot dhe të atyre gjatimit 2 shekulve që I kaluan, shekulli 20 dhe 19, ka qenë një qëndrim qarë, një qëndrim I rrëvët, një qëndrim oportunist, ndaj këti libri hinor. Dhe qa dit, në qatë sahat, që këta besimtarë, këto muslimanë, me këtë hoftë të përparimit, u shëndruan në dembeda, u shëndruan në tradhtar të dinit të vetë, u konservuan në mbyllën, dhe si pasojë e kësaj e kemi, që shekulli 19 më nuk ngeli as një shtet islam, shtet sovran. Të gjitha ranë viktim e kolonializmit dhe imperializmit botëror. Ky ishte qëndrimi jo adekuat, jo parimor I vetë muslimanëve ndaj librit të vetë.
Çka është situata tash? Gjysma e këtij shekulli që e lam vazhdore, ma paraqet etapën e re të historisë islame. Tashma ka filluar etapa e zgjimit të tyre. Tashma ka filluar ai proces i cili bashkon elementet feshkenc dhe me të drejtë pritet që shekujt e arshëm të jenë përsëri shekujt e islamit. Dhe do të mbaroj me këtë. Çka ishte përshtypja dhe ndikimi i Kuranit tek muslimanët në trojet tonë? Sikur që dihet nga historia se nga 1912, nga koha të ashtu quajtë rrëthyrie që dhe thot liri dhe thojza, u ba rirrobrimi i popujve të Ballkanit. Filluan kataklizmat, sfidat, shkatrimet më të mëdha të këtij populli. Na përcollën që ashtu si na përcollën deri në ditët e sotshme. Por, falënderuar besimit islam, falënderuar prap sa do kudo ndikimit të Kuranit, edhe pse jo ndoshta me një interpretim më bashkëkohor, por bindja i shumë e fortë e popullatës islame në Kuran, ata u përballuan këtyre krizave dhe u shkoj për dore velhamdulillah me një punë të madhe sakrifikuese të ruajnë identitetin e tyre fetar pikës pari dhe mos i lanë të shkreta këta troj. Unë nuk du të marrë më kohë më tepër, e di se në disa mendime nuk kom qenë krejtësisht i qartë deri në fund, diku ata e kam bërë me qëllim që të zgjoj interesin tuaj, do me thënë të plotësoni ju, dhe më në fund unë ju shumë ju falenderoj për vëmendjen, nëse diçka kom thënë i falenderohem Allahut, nëse diçka kom thënë ashtu siç duhet, le të shërbej si udhëzim për atë që i don ta marr, dhe nus Allahun të më shërbej mu dhe ju me sevabe, vëlillahi l-Fatiha. E faleminderoj djetarin të shuar në shatë e Bendeun, në këtë sqarim që e dha këtij muaj të kërkuar, muajt Ramazan. Në dëgjuam një ilaheje me të nxënësit, pastaj në fillojmë me pyetjet që ju i parashtruani dhe ne në mesin tonë.
mëshirat, kënaqësi e time me ju qof. Allahu ju bekof me dëvëshmëri, gjithë një në astolisti mirësin. Na edukoni o prindrit ton, Kur'ani ashtu juve si ju mëson. Na pajisni me detyri, na ndihni nësë bashku të kemi lumturi. Ardhmëria jua jemi ne, a thua, cilën rrugë të zgjedhim ne? Mos na lini veta zgjedhim, dhe rrugë vetëm bredim të mbesim. Në zemrat tona mbjell imani, na mësoni të duam Kur'ani, na rrëfeni o prindër për pejgamberët, na mësoni të duam të tjerët. Nuk kërkojnë pallatë të na ndërtoni, as me dasma të mëdha të na martoni. Nuk kërkojnë pas ju shtepër pasuri, po ndisni të duam të madhe Perëndi. Prindrit e mi, urdhërat e Perëndis aplikoni, luteni Zotit që nga xhenemi të na shpëtoni. O prindër, ardhmëria juaj jemi ne, vetëm e vetëm nëse na udhëzoni në fe. Ale me dërëm Xhansen nga Zajazi, në tre me imamin Ullare Ahmedin, dhe ka bezetimet të bukra që na i solën sonde neve. Fillojmë me pyetje dhe hala më e pyetën çfarë gjuhë të doni? Shqip, maqedonisht, turqisht, arabisht, si të keni qef? Në pyetjen e parë thot pse në Kërço nuk shpejtohet iftari. Po, këllonjë, ka me tradit që kene falit akshami, pastaj shkojmë ham iftar. Ka në realitet, ja kthej një këtë pyetje Zotinut Ali Fekriut që të asërojnë se si duhet në regullat e sunnet e pejgamberit alayhis salam. Ne të urnojmë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar xhamati muslimin, edhe unë në emër të këtyre kolegëve ju falenderoj për ftesën që na i bët të vizitojmë, të shifemi në këtë muaj të madhnuar të Ramazani Sherifit. Inshallah Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xjalaluhu të gjitha mundet, ibadetet që i bëjmë këtë muaj, inshallah na i pranon. Pyetja konkrete është vështirë të përgjigjem këtë pyetje për arsye se çdo vend ka traditat e veta edhe urfin e vet. Në rregullat islame, në qoftë se tradita e një popullit, që do të thotë urfi, nuk është në kundërshtim me normat islame, ai mund të merret edhe si argument. Por nëse ajo tradit apo urf është në kundërshtim me normat islame, atëherë ajo tradit nuk mund të merret parasysh. Është fjale pejgamberit alayhis salatu vesselam që na porosit neve si musliman ta shpejtojmë iftarin, ta vonojmë sifirin. Që do të thotë se iftari kur vjen koha e vet të shpejtohet e në vaktin e vet të cilet iftar, a kurse sifiri të vonohet sa ma vonë të vjen në kohën e fundit që të ndërpritet prej ushqimit, prej haje dhe pije. Pasi pejgamberi alayhis salam thot ajjilu iftare, shpejtojnë iftarin, është rregull islame që posa të hyjë koha e iftarit apo akshamit, të vjen koha e caktuar, është mirë që muslimanët më njëherë të bëjnë iftar. Pasi që bëjnë iftar, kanë drejt të falin namazin e akshamit, edhe pastaj përsëri të kthehen të hanë një pjesë të ushqimit, por jo të ngarkohen me ushqim aq tepër saqë nuk mund të kryejnë mbrapa edhe namazin e tarawis. Kur thash se nuk mund të përgjigjem konkret për arsye se traditat e vendeve tona janë të ndryshme,
Se cili vend ka pas dietar, ka pas ulema, ka pas hoxhallar, edhe ato tradita që i kanë lanë, e kanë ditë se nuk janë ndesh me Kur'anin edhe normat islame edhe i kanë praktikuar qashtu. Ato tradita, ato urfe që kanë qenë kundërshtim me normat islame, hoxhallarët i kanë luftuar edhe ata i kanë hek prej traditës islame. Sigurisht se në vendet tona, si tradit për shembull në Tetov, ne kemi se në ditë Ramazanit, secili xhamat nuk e ka të njëjtin rregull. Kemi xhamate në Tetov vetëm namazi, vetëm ezani i akşamit thirret, bojnë iftar në përshpija, edhe falin namazin e akşamit në shtëpi, edhe dalën ndëgjojnë vazhdu nasihat edhe në taravih. A kemi xhamate ku bëhet iftar, edhe dilet në xhami pas një kohës, jo shumë vonë, falet akşami, edhe pastaj vazhdohet me një herë me dersin e taravihs. Për atëherë traditat si keni ju këtune, me siguri se inshallah do t'i vazhdojni që ashtu që i keni. Nuk dhije ishe i kjartë ose ishe i kjartë. Faleminderojmë zotëri Bekir Efendiun. Pyetje. Çka ndërmirët për pajtimin e ulemas në trojet tona? Me siguri këtë pyetje e shërojnë Haxhi Efendi Jakubi. Para se ti përgjigjem pyetjes, që dhe që të Efendiun, për traditat e iftarit në vendin tonë në Kërçov, masi jam edhe unë i Kërçovës. Traditat e moshme ka qenë krejtësisht në bazë të fejes islame në vendin tonë, për në koha të fundit neve pak i kemi transformua ato adetet, edhe tash më do të kundërshtohen edhe me bazat fundamentale të fejes islame. Me të vërtet në për xhamije, në për disa xhamije të Kërçovës, falet akşami në xhami me xhamat, po ma para prishet agjërimi, qilet iftari, edhe ka pas në atë kohat dëshëmir njerëz të cilët xhamijeve kanë dhurata pi hurmave ose pi artikulleve të ndryshme, kanë qenë në për xhamijet, xhamati e kanë bojë iftar të vogël, para se të falen se të falen akşamin në xhamat, masën e janë falë me xhamat, e kanë falë në akşamin me xhamat, janë kthyer për shtëpitë të vete dhe kanë vazhduar iftarin shtëpiak ashtu si e kemi rendin tonë. Në bitën konkret, me të vërtet, si ishte edhe ligjerata i Neşet Efendiu, Ramazani është një muaj i rahmetit, i hidajetit, i magfiretit, për gjithashtu është një muaj i bashkimit të muslimanëve, edhe një grup dëshëmir, teolog të vendin tonë, teolog të fejes islame, për herë të parë u angazhua themelisht të gjejnë një farë rrugë fetare islame për bashkimin e ulemat në vendin tonë, edhe me fillimit të muajit të Ramazanit, ummeti fetar islam, ummeti Muhammed a.s. në vendin tonë, u bashkua krejtësisht brenda një organizata fetare islame, brenda bashkësisë islame, në qoftë se doni brenda një meshihatit, si është në pitje, ose brenda një mejlisi shura. Besojmë me këtë bashkim fetar islam, do ngrehet autoriteti i fejes islame në vendin tonë, autoriteti i punëtorit të fejes islame, të imamëve, të hoxhallarëve, të teologëve,
autoriteti i fejes në përgjithësi, për aspektit të kuptimin njerëzor, se autoriteti i fejes asnjëherë nuk mundet të humbet, është feja e Allahu Gjellëshanu, po thash me kuptimin ton njerëzor, duhet të erujmë edhe jemi të obliguar në admirim. Ky bashkim fetar, shpirtnor, do t'jetë me të vërtet një shtilla e fortë për bashkimin në gjithanshëm të besimtarëve të fejes tonë, të fejes islame në vendin tonë, edhe episod matutje, ose fitira Ramazanit matutje, inshallah, të bashkuar dyërim edhe qëllimet tjera të jetës njerëzore në vendin tonë. Inshallah, faleminderit. Pyetje i drejtohet magjistrit Sherif Dealit, profesorit në Fakultetin Teologjik. Thotë, zotri magjistër, një pyetje. Pse dhe pse muslimanët këtu të ne dhe në botë nuk pozitiv në gojë me besim të fortë dhe iman të fortë, por negativ në praktikën, në gjihadin, në ekonomi dhe në teknikë. Pse kështu? Çka mungon të predikuesit e fesë dhe të besimit Islam. Adabul Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të ndershëm, kam nderin dhe kënaqësinë që sonte gjenden në mesin tuaj. Në muajin e Kuranit, në muajin e mëshirës, në muajin e ditorisë. Me të vërtet, pyetja është aktuale, kjo pyetje shpeshherë parashtrohet, duke marrë parasysh se individët muslimanët kur e lexojnë Kur'anin ose kur e ndëgjojnë teologun duke interpretuar Kur'anin famlar, gjithësisht duke interpretuar fenë islame, shohin me të vërtet diçka të bukur, e cila e kënaq shpirtin dhe jetën e njeriut. Por nga ana tjetër, kur i shohin veprat e besimtarëve ose situatën e mbarë muslimave në botë, hasim në diçka tjetër. Është një pyetje me të vërtet që kërkon një kohë të gjatë, për me dhënë një përgjigje shumë të shkurtër që një individ të jetë shumë i ditur. Kështu më duket se ka thënë edhe një politikologut francezët që brenda disa ditëve duhet të dalë përpara popullit dhe t'u jap atyre mesazhin për një kohë të shkurtër brenda 10 minutave. Ai përgjigjet dhe thotë, nëse dëshironi që të përgjigjem brenda 10 minutave, duhet më spaku një muaj të përgjigjem, por pasi unë thotë përgatitem, por pasi dhe unë nuk kam kohë që të përgatitem, atëherë me siguri do të flasat më tepër se një orë se 2 orë. Po edhe kjo është pyetje shumë ashme. Unë do të mbështetem përsëri në fjalët e Allahut, nga se fjalët e Allahut janë burimi i jetës tonë, burimi i deduktimit të dispozitave të drejtës islame me jetën e përditshme, është ai udhërfimi i mbarë muslimanëve kudo që ata janë. Allahu në Kur'anin famlar thotë kështu: "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Allahu betohet për kohën, cila është ajo kohë nuk hymë atë komentim. Njeriu thotë është në humbje, njeriu është në zhdukje, për poskujt, për postat atyre që besuan. Vetëm sa mjafton besimi vetëm. Përveç besimit thotë wa amilu salihat, ato thotë kanë bënë edhe vepra të mira. Tash, kur marrim të analizojmë, besimi është në zemrat e muslimanëve, por atë besim
duhet ta identifikojnë veprat e besimtarve. Ne vëllezër të ndershëm të buar këtu, nuk ka dyshim se besimi i fortë, besimi ndaj Allahut fuqiplot në ka pru që të largohemi nga familja dhe nga shtëpit, ose brenda ditës, gjatë ditës, të abstenojmë nga ushqimi dhe nga pija, vetëm se për hir të Allahut. Këto janë simptomet të imanit të thellë të Allahut xhel xhelalu. Për këto simptome, këto dukuri, duhet vëllezër të ndershëm që t'i shndrojmë në vepra. Dhe fjala ime është për këtë përgjigje se ne duhet të bëhemi besimtar, që veprat tona të na identifikojnë fen tonë. Por, kur him se pse, për fat të keq këtë them, dhe jam autokritik në këtë rast, të gjithë dim se muslimani, Kurani famlar ka zbritur për muslimanët. Kurani ka zbritur për muslimanët e gjallë, për fat të keq, në trojet tona, pjesa tërmus e lexojnë Kuranin për njerëzit e vdekur. Nuk kanë kur gjah kundër asaj. Njeriu individi i vdekur do të shkasë vapet e veta, por kryesorja, synimi kryesor i Kuranit famlar është që njerëzit të veprojnë sipas udhëzimeve dhe sipas mesazheve të pejgamberit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sa që kuptovan pyetje ishte ekonomikisht kështu me radhë. Islami vëllezër të ndershëm nuk është vetëm se adhurim. Islami nuk është vetëm se 5 minuta ose gjysmë ore kur jemi brenda në xhami. Por ne, kudo që të jemi, qoftë në xhami, qoftë në punë të shtetit, qoftë se mbajmë regjistrin duke mësuar fëmijët, ose shkojmë për shembull të ushqejmë kafshët, e gjithë kjo konsiderohet si adhurim. Më kujtohet në këtë moment një rast kur disa prej shokëve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohen atij dhe në mesin e tyre pas ka pas një prej shokëve të tij i cili çdo ditë ka gjenuar ditën kurse natën e ka kaluar duke bërë ibadet. Asaj atë quajmë ne nafile namaz. Kështu që emrin e tij shumë e ka ngritur. Ky emër hidhe në vesh të pejgamberit alayhis salatu vesselam. Një ditë për ditë thotë kush është ky njeri? Po thonë ky është ai njeriu, ai shoku i mirë ja Rasulullah. Po çfarë bën ky i pyetën pejgamberi alayhis salatu vesselam? Të pranishmit i përgjigjen dhe i thonë se ky brenda tërë ditës agjeron kurse natën e kalon në ibadet. Mirë pra thotë, por kush e ushqen këtë njeri? Të pranishmit i thuan pejgamberit alayhis salatu vesselam, të gjithë ne e ushqejmë këtë. Pejgamberi alayhis salatu vesselam ju përgjigj dhe thotë, të gjithë ju jeni më të mirë se sa ai. Çfarë na tregon kjo? Kjo na tregon se shoqëria muslimane, populli musliman nuk mjafton me atë që vetëm se të falin namaz dhe të agjerojnë, por ato duhet të bëjmë përpjekje për krijimin e punëve të reja dhe me këto raste dhe me këtë formë ta anullojnë papunësinë dhe atë dembellëkun i cili paraqitet në shoqërinë muslimane. Kësi raste ka shumë në fenë islame, por i lutem Allahut xhel xhelalu pasi që jemi në këtë lutë, në këtë muaj ku Allahu i pranon lutjet e pranishmëve, ne lutim Allahun xhel xhelalu që të na bënë për atyre të cilët e kuptojnë islamin racional e jo atë tradicional. Dhe ne sot duhet të mburemi pse jemi musliman, dhe duhet të mburemi pse vim në namaz, duhet të mburemi pse agjerojmë, por duhet krijojmë edhe bindje të plotë. Nuk vim në xhami pse ka ardhur baba ose gjyshi ose stërgjyshi. Nuk agjerojmë pse ta agjerojmë, por duhet me bindje të plotë dhe të thellë se kemi një obligim dhe është imperativi i Allahut, ku në të gjitha imperativet e Allahut qëndron mëshirësinë e Allahut, rahmeti i tij dhe bereqeti. Prandaj fjala e fundit e imi është për zgjidhjen e këtij problemi, e kësaj pyetje e cila më parashtroi mua, është se më një rast pejgamberin alayhis salatu vesselam disa prej shokëve të tij e pyesin. Realiteti e Bahurere ka dalë në pazar. Kur ka dalë në pazar, pazari ka qenë plot. Kur shkon në xhami nuk sheh vetëm se disa individ të kuptojnë mësu. Kthehet në pazar dhe u thot, o pazarxhi, thot, hajdeni në xhami, thot se pejgamberi jep thot mirasin.
Kur dëgjojmë për miraz dhe për pare, të gjithë i lojnë të mallrat që i kanë pasur atje dhe vrapojnë në xhamai. Kur shkojnë në xhamai, i thuan çka ka ndodhur me ti Ebu Hurajre. Asnjëherë në jetën tënde nuk na ke gënjer, nuk ke rejt. Duke bisedu këto, hyn pejgamberi alayhis salam dhe i dëgjon. Thotë Ebu Hurajre nuk u ka rejtur. Kush prej jush thot e don këtë botë, e don ekonominë, e don përparimin, e don progresin, e don zhvillimin, le të mësoni. Kush prej jush e don botën tjetër, ahiretin, përsëri le të mësoni. Kush prej jush i dëshiron të di botrat, përsëri le të mësoni. Pra, vllazën të ndershëm, e mbaroj përgjigjen se çelësi i zgjidhje të problemeve tona është ditoria. Ju faleminderit, më falni ndër të shtof. Faleminderit. Pyet, kur muezini e bon kametin, a duhet imamit kthehet ka xhamati të shikojnë safën? Sigurisht. Duhet, se thot një fjalë ishte usufukum, rreshtohen rreshtat, të mbushen rreshtat, të drejtohen safët, mos lihen të shprashtin në safët. Këto do t'i theksojnë imami, sidomos në atë xhamat ku ende është niveli arsimimit i ulët. Prandaj e ka me detyrë që imami ta shikojnë safët, rreshtat e xhamatit, pra pastaj të ftojnë të hyjnë në namaz. Pyetje. A e pranojnë tani të gjithë ulemaja, dietarët, hoxhallarët, kushtetutën e Bashkisë Islame që janë sot? Dhe aja është tërhequr dënimi gjoja të zotriut Haxhi Efendi Jakub Silemosi. Japim këtë pyetje. Haxhi. Bismillahirrahmanirrahim. Me siguri mua mbetën pyetjet organizative. Edhe të mundohem të i përgjegjë me fjalët e shkurtë, të vazhdohet me interesin për temat fetare islamike. Kushtetuta e Bashkisë Islame është një akt më i lartë për organizimin e jetën fetare në vendin tonë. A vetë kushtetuta nuk është fe. Nuk është i ardhuar pjanës të Allahut Gjallëshan në mënyrë e organizimit të jetës fetare. Është në dorët të njerëzve, sipas vendit ku jetojnë, edhe sipas rrethanjeve të ndryshme, të binë edhe të miratojnë akt më i lartë juridik për mënyrën e organizimit të jetës fetare. Do me thënë edhe Kushtetuta e Bashkisë Islame, kushtetuta aktuale, e organizon jetën fetare në vendin tonë, pa në qovë se ka dopsi, edhe koha kallëzon se ka dopsi mbrenda Kushtetutës të Bashkisë Islame, me siguri do ngrehet iniciativ për ndryshimin parcial ose për të miratuar Kushtetuta e re sipas nevojat dhe interesat të gjithë muslimanëve në vendin tonë. Me siguri, derisa ekziston Kushtetuta, duhet kretë besimtarët edhe strukturat të organizuar në vendorizatës të fesë islame të organizojnë jetën fetare në suazët të Kushtetutës aktuale. Për pyetjen e ditë, ju me siguri në mjetët të informimit keni ndëgjuar ose keni lexuar se Mejlisi Shura në mbledhjet e fundit të saj pruni akt fetar islamik për anullimin e aktin e mëparshëm me të cilën u shpalla unë personalisht pi atij organit si murtet. Edhe për pajtesën të cilat u bën ndërmjet ulemat në vendin tonë, ishte një parakushtave, ashtu të them, për bisedë dhe për dialog të realizohet edhe
ki element qendror i cili me vërtet ka pas në bazët të fejes islame edhe me siguri ka qenë edhe lehtë ki akt edhe të ngrehet. Faleminderit. Sa e ka vlerën në aspektin shkencor në shtatet e ligut? Në këtë rash, Kurani dhe shkenca ka libra tematike, ka rafshe aty ku ka ndikuar më tepër në zbulim të shkencës. Por, paraprakisht, bindje dhe njerëzit që merren në shkencë, ato edhe kanë në bindje, por edhe nga të tjerët që jemi këtu, se libër i shkencës. Si që nuk është vetëm libër që trajton një temë shkencor të saktuar dhe usas punë. Kurani Azimushan është ai i cili vetëm si jep si në mënyrë të lejuar apo të shkafit, po qofshin ato e shkencor. Pasi që Islami shkencën e ka në rend të parë, është ai i cili e mbikëqir shkencën, e kanalizon shkencën që ajo mos bëhet vetvrasje për njeri. Dhe këtu është ndikimi dominant i Islamit, i cili trunin e njeriu të letë të lirë, të hulumton, të zbulon. Ja, i kemi zbulimet më të reja të ardhme bërthamore, që janë në gjendje të shkëndrojnë këtë planet që jetojnë për disa qaste. E roli dominant i fejas është ai që këta zbulime të drejtojnë në dobi të njerëzimit e jo në shkatrimin e tij. E kështu në aspekte shkencore, Kurani ka pas ndikimin e tij në astronomi, e ka pas në detari, e ka pas në kimi, e ka pas në fizik, dhe në shumë lëmi tjerë. Qytetarë specialistë ata që merren me këtë lëmi, është një shkencë e re, ka filluar me doktor Mustafa Mahmudin, e shumë të tjerë mbas, të cilët bëjnë krahasimet e të arriturave shkencore dhe përputhshmëria e tyre me Kuranin Azimushan. Të përfundoj se Kurani Azimushan asnjëherë nuk vjen në kundërshtim me të arriturat shkencore. Të arriturat shkencore mund të vinë në kundërshtim me normat edukative arsimore të Kuranit Azimushan. Pra, është kështu, se Kurani i paraprin shkencës, shkenca nuk mund t'i parapri Kuranit. Besimtari këtë duhet t'a di. Ajo, në këtë kohë që e përmenda pak unë, pse ne nuk kemi arrit të japën të zamnin apo dhe nobelistë të mate se në kohën e fundit japën. Ja ditë më parë Egjiptasë vej, mori çmimin Nobel për kimi, e kimia është nana e shkencës, në kohën e fundit, por me gjithata, bindja e besimtarit është se Kurani Azimushan nuk mund që ja kaloj askush, aja u kalon tjerve, po marë parasysh nërsa kemi arrit. Të faleminderit, ilus mësaferët, teologët, kolegët, që shkutjes pyetjes sa më shkurt, se shumë pyetje kena, mate e disa shumë gjatë. Pyetje shkurtimisht. Edhe Ramazan. Po. Do vim përsëri. Inshallah Ramazan gjatë edhe përsëri
pyes, thot, një prej, a është e lejuar me muslimani ose muslimanka në det, në pushime verore. Shkurtimisht, Abdulhamid. Selamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju falenderoj në pyetjet që bëhet, por duhet ta dini vëllezër se Islami, ato rregullat islame të muslimanit të muslimanja, i ka para pa, s'mund të ndryshon asnjë dietar islam. Duhet ta dim se femna muslimane sa ka të drejtë të delë në det, lakurish, nuk është vetë e logjikshme të muslimanët thotë se pa. Pratë, unë e kisha thonë që muslimania ma mirë të shkojnë në baja që ku e kanë përcaktuma të baja për femnat muslimane, se sta të delë në det atje. Pra, e dalmi a femnës në det, ashtu si jo islame, të burat, të mashkujt atje, është e ndalume. Me kashë. Faleminderit. Pyet. Keme vludet, po, jena gjithë të gjithë, se kemi shkuar gjithë në det, po. Pyet për me vludet. Ka dalë një metodë e re që e keni dëgjuar, ham, nuk ham. Çka është kjo në fen islame? Çfarë rëndësie ka atë ham? Bota shkon në ham, bota shkon të studio planetat, një hala mire me atë ham, keme vludet mësë ham. Imam Zajasi, të udaj e Fendul Ahmed. Selam. Për herë të parë përshëndes ulema e bashkësisë fesë islame këto në Republikën e Maqedonisë, na viziton sot këtu në komunën tonë Kërçovës. Unë si ish referent i bashkësisë fesë islame i përshëndes. Habet ham, do në me vlutet, më bujnë budali që qira, po kemë me vlutin ham. Në kanë në babalarët ham kanë, ha? Ashtë. Gjemat, kemi edhe shumë pyetje, kërkojnë ndjes se është koha u bë shumë gjatë, po besoj se këta pyetje që na kanë vetë në emisionin e ardhshëm, besoj që këta kolegë dhe ma tepër kolegë tjerë nda vizitojnë dhe do t'ja përshëndroj këtë pyetje. Pyetje që e kanë vetë, pra e përfunduar me një asher me një Kur'an Kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن